Zoti Shlima ka pasur një përplasje mes kryeministit Edi Rama dhe drejtuesit të emisionit Opinion, zotit Blendi Fevziu. Përplasja ka ardhur si pasojë një deklarate që bëri Fevziu në emisionin e vet, duke deklaruar se shumica e ministrave të zotit Rama fusin kasetën dhe janë në fundjavë jashtë shtetit. Ka pasur dhe një reagim të zotit Rama ku ai po themi e ironizon me përgjigjen e tij ndaj zotit Fevziu. Si e pat këtë përgjigje dhe kundërpërgjigje? Ishte loja e radhës së shpëtimit, më shpëto me çdo kusht sepse unë dua të heq vëmendjen tek njerëzve të thjeshtë të cilët sapo unë dalë dhe them një mashtrim, njerëzit e marrin si fakt konkret justifikues. Kjo ishte në të vërtetë ajo çfarë pat ju. Pra, në njëra anë kishim Ahmetajin, i cili akuzonte drejt për së drejtin zotin Rama, dhe nga ana tjetër ishte sherrri me thënjza, ju lutem, jo kështu një sherr i papam, sepse zoti Rama tani e tutje duhet të bëj një debat, një konflikt artificial të cilin do ta shuaj në ftesën që do t'i bëj Fevziu, sepse mos harroni faktin se pasi zoti Rama bëri deklaratën, i thot Fevziu si një opozitar i vetëm që jeti, pra ul opozitën, dhe i thot më fto që të vi t'i them unë aty, që është mashtrim kaseta, është mashtrim ku ndërkohë i nderuar dhe të nderuar miq, e dini fare mirë që nga 2013 e deri më sot, zoti Rama në kryeministri, në ministri nuk ka lejuar asnjë televizion publik apo privat të marri pamje përveç RTV-s që ka themeluar vetë që të zhduk gazetarin aktive dhe të vendosi një gazetari kasetash. A është fakt konkret ky? Po. Dhe çfarë ndodhi dje? Ndodhi pikrisht më shpoto o Fevzi sepse je shpresa ime e fundit. Dhe duke e lidhur këtë situatë kaq shumë emocionale, dua t'ju them që zoti Rama din të aktroj, din të pikturoj, din të organizoj, din të sundoj, din të bëj gjithçka, por vjen një moment kur nga kaq shumë dituri arrihet ajo që ne themi padituria e vazhdueshme e gropave të cilët ke ndërtuar, dhe në një moment kur gropën ja ke bërë të tjerëve, vjen radha edhe te ty. Po kur ti mendon që duhet mos shkosh tek ajo grop dhe duhet shkojnë të tjerë, kanë frikë se aty ku po shkojnë të tjerët duhet të marrin edhe ty me vete në mënyrë direkte apo indirekte. Dhe prandaj dje televizioni më i madh kombëtar, që edhe një macë të futet, kontrollohet çfarë mendimi do t'japi për qeverinë aktuale, e jo më konflikti midis Fevziut dhe Ramës, o zot ku ka arritur kjo gazetaria e orës 21:00. Prandaj dua të them që ky konflikt ishte artificial, do të shuhet dhe sigurisht që do të akuzohet zoti Fevziu dhe zoti Baton Haxhiu, i cili sigurisht her pas here janë parë me takime me shumë persona të ndryshme, po më fal, Fevziu dhe Baton Haxhiu nuk janë politikanë në Republikën e Shqipërisë. Dërsa këta ministra dhe Edi Rama, në rast se ka shkuar apo ka komunikime, ai ka të paktën detyrimin moral të mos ketë shoqëri me njerëz të cilët kanë dyshime apo janë të shoqëruar me persona të cilët kanë ndonjë problem në të shkuarën e tyre. Kujdes, nuk them që Edi Rama të kërkoj dëshminë e penalitetit me kë person takon, se s'jam edhe të kësaj natyre, e kupton? Por unë them, ti të paktën kur je kryeministër, merr informacion kë po takon. Edhe sikur të jetë i dënuar, por nuk ke lidh atë duke sulmuar opozitën. A kupton? Sa atëherë quhet bashkëpunim, nuk quhet thjesht të takova dhe mbarova punë me ty. Dhe përveç kësaj, zoti Fevziu kërkon që të shpëtoj zotin Rama. Kështu e pash unë, inshallah gabofsha dhe uroj o zot të gaboj, po kam frikë se nuk gaboj, po gjithsesi zoti e di. Zoti Shlima, po sa i hyn në punë ky sherrri, po themi siç e quan ti, të stisur për të rreshur vëmendjen e Arben Ahmetaj? Heqim vëmendjen e përmbytjeve, se Ahmetaj s'ka ç'a t'i bëjë, se ke në YouTube të gjithë materialen.
edhe nesër dikush, një socialist i ndershëm flas, jo një person I cili jeton me interesa edhe nga mes deri në darkë, fajin e Kasaliu sepse është mirë aty ku kënaqet edhe si puna e tyre që thamë në theth. Kur ishte partia dhe shkonte Edi Rama atje, ata thonin rroft Edi Rama, I shkoi pastaj Faldroma, thanë jo poshtë Edi Rama, po thanë nuk bëhet ky vend. Po mirë mo, kur ti Edi Rama të vinte aty dhe të bënte si dele dhe rri aty nga mes deri në darkë, e u tallte me ty, edhe pastaj të përdori ty për vota edhe në fund fare deri dhe të solli ato çfarë thuhet, ato Faldromat me ta prish shtëpinë pa të pyetur fare. Pse fajin nuk e ka Edi Rama, pas ka Shqipëria. Dhe prandaj po ju them juve që nuk është se fajin e ka Shqipëria edhe shqiptarët, por e vërteta është që e gjithë kjo situatë që po ndodh vendit ton është një situatë anormale, një situatë që kërkohet të shpik një krizë artificiale të kontrollueshme dhe që shuhet në sy të publikut dhe bien nga interesi për shkak se protagonistët me njëri tjetrin kanë role dhe kanë skenare të qarta, që do të thotë vëmendja e Ahmetajt të zëvendës kryeministrit në Arati do të ketë patjetër pasqyrime dhe vazhdimsi, se e ka në patronazh një televizion I caktuar, ndërsa konflikti I krijuar është një konflikt I cili duhet të uli tek ato që janë mbytur, që s'ka socialista, ta dini ju, ata në Knet edhe në vende dhe s'ka socialistë, si ka kapur ata nuk kanë problem, se I ka mbrojtur partia, a kupton, kanalizimit ja ka bërë partia, vetëm për ato qytetarë të thjesht, për ata njerëz të cilët e duan jetën e tyre dhe vendin e tyre, për ata I ka shkuar dhe uroj që të shpëtojnë në kuptimin sa më shpejt dhe të gjejnë një rrugëzidhje sa më të shpejt, kur qeveria nuk është e gatshme t'ia japë. Pra, heqja e vëmendjes nga situata emergjente që qeveria shqiptare duhet kishte marrë masa patjetër kompensimi dhe të shpallte gjendje të jashtëzakonshme dhe t'i pagonte nga buxheti të shtetit, ndërsa për një qytetar edhe socialist që merr 100.000 lekë dhe ka punu 30 vite, nuk pyet asnjëri se s'kemi lekë, ndërsa për një person I cili sapo hap një SHPK, ja gjen miliardet dhe ja japin sikur I kanë lekët e babait dhe nënës. Pra, këtu duhet kuptojmë ne bashkë që kjo ngjarje është një ngjarje që protagonistët kanë skenarin, bëjnë aktrimin dhe në fund fare qytetari do të thotë që fajin e ka Moti, e ka Ahmetaj, e ka Bela, e ka Qeni, e ka Macja, po kurse si Edi Rama. Prandaj them që këto janë ngjarje të cilat tregojnë qartësi pikpamjen e Zotit Rama në drejtimin e vendit dhe politikisht për mendimin tim nuk përbën që është politikan, po thjesht është një aktor që qytetarët shqiptar duhet ta kuptojnë, është edhe kërcimtar ashtu siç ishte në të njëjtën kohë edhe Maduro. Por ju duhet dini dhe duhet keni parasysh diçka që në jetë ka edhe lindje edhe vdekje, në politik ka edhe nisje edhe përfundim, por në politik përfundimi është me kokë lart apo me kokë poshtë. Kjo është në varësi gjithmonë të personit se si shtyp frenat dhe në fund fare se si shtyp edhe gazin, por edhe pasojat I din vet ai dhe duhet I marrë për vete.